A është e vërtet kjo? Se di kjo duhet duket Omer se kjo është me dverë. Kjo duket. Çfarë thotë tu? Mos e detyroni, thotë, gruan tuaj të gatuaj. Po kush të gatuaj? Komshia. Ai zoti më. Mos e detyroni gruan tuaj të gatuaj. Po kush të gatuaj? Morim komshiet, morim gratë e lagjës, na gatuaj. Pra janë njerëz manipulator. Këta mund të jenë si tipi asaj feministes. Pse duhet me ngju burrat? Na kanë përkthyer çfarë ju intereson nga Islami. Se Islami etj. Çfarë lidhje ka me Zotin? Kjo s'ka lidhje fare. Allahu xhallahu ka ndarë detyrat. Po edhe tradita ku jetohet, veni ku jetohet. Kjo mund të jetë saktë në një vend ku tradita është që gruaja s'prek gjë me dorë, se merr shërbetoren ai nga Filipinet, merr shërbetoren nga Tajvani, merr shërbetoren nga Bangladeshi, edhe gruaja rrin gjithë ditën të tun zinxhirin, të prit burrin, të u parfumos, e të u lynë, e të u shkru, ku vjen burri, selam aleikum, aleikum selam. Gjitha punët i bën shërbetore. Po, është saktë. Po jo çdo vend ka kuvendin e vet, çdo vend ka dhe është e bukur në Islam, sepse Islami nuk ka ardhur me largu të gjitha traditat. Vetëm traditat që bien ndesh me Islamin. Argumenti për këtë gjë. Sepse këtë fjalën fatkeqësisht e ka thënë një hosh që jeton në Amerikë. Pra i përzi me edukat orientale, tani e në Amerikë që feminizmi ka atë shkallën e vetë forcës dhe të fuqisë, edhe për shtatët këtë tipi, thonë mos i detyroni gratë tuaj të gatuajnë. Po mirë më vëlla, nëse gruaja nuk gatun, burri s'di me gatu, çfarë do të bëjmë? Shkem blejmë djathë ka Hamzaj, hajmë bukë me djathë. Kupton ti? Kupton ti çfarë bëhet apo jo? Ata do argument për shembull person, thotë jo, unë dua argument, tapën argumentin. Fatimia goca e kujt ishte? Bia e kujt ishte? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vjen një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë o pejgamberi i Zotit. Ju ke dhënë gjithë njerëzve plaçk lufte dhe robër lufte dhe shërbetor. Përveç meje vdiqja, po e them kështu shqip pra, po e përshtas, vdiqja nga durt. Pse? Lante, pastronte, gatunte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ndargët flasin. Nëse u arru si mohabet shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndargët, i gjen shtrinjtë të dy, Aliun radhiyallahu anha dhe Fatimen. Thot Fatime, çfarë kërkove ti? Gjoje. Tha pejgamberi i Zotit, o basi më thon, thash që na duhet dikush të na siç i dhe të gjithëve, më meritoria mund vajza jote. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë do të tregoj diçka që është më mirë për ty se me pas shërbetore në shtëpi. Tha ba, tha thuj para gjumit 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Edhe iku. Argumenti tjetër, tha po kthehej Esmaja me i deng hurman në qafë, edhe kishte, edhe po este, mes dvapës. Tani kush ishte kjo? Esmaja, çfarë gjinie është? Femërore. Me i deng hurma në qafë. Në rregull? Mes dvapës. Dhe pejgamberi sallallahu po vinte. Kur ju afru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mendoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ti thot hyp në kal ose ndeve hyp, domethënë se po u lodh. Po prap e la. Edhe vazhdoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e përshëndeti, më thonë dhe vazhdoi. Edhe i thot pastaj ndargët Zubeirit, e takohej, thot kështu, thot, tash desha ta marr, tha, po, e la, mera. Tha pejgamberi i Zotit, po s'kam mera këtë si ti e pejgamberi i Zotit. Pra, ajo që mua më intereson nga historia, cila është, çfarë po bonte kjo gruaja? Ishte në punë. Kështu që këta njerëz që duan na japin Islamin, që edhe duket bukur, edhe duket modern, edhe të pëlqejet, e duar trokitet. Jo më zotni, Islami është Islami vetë, nuk ka nevojë.
Islami nuk ka nevojë as me zbukuru, as me përshtat, nuk ka nevojë sepse i ka të gjithë komponentët brenda për të rregulluar, për të përmirësuar, për të sfiduar. Nuk është kjo punë klikimesh, nuk është kjo punë duar trokitjesh. Islami thotë jeto me traditën ku jetohet, ku gatojnë gratë, marrë historia, kaq. Ku lajnë dhe pastrojnë gratë, marrë historia. Nuk ardhe Islami me bo shpikje. Aty ku gjërat janë të ngritura dhe funksionojnë. Ky për shembull që thotë mos e detyroni hoxha amerikanë, anglisë, çfarë është? Ky për shembull si ja bën për vete për shembull. Ky mund të jetë shumë mirë ekonomikisht, edhe ky mund të ketë 5-6 që i pastrojnë, i gatojnë, i bëjnë, është në rregull, ky me durën xhepa. Po muslimanët e tjerë atje çfarë bëjnë? Po konfliktet që lindin për kësaj fjale, e debatet e problemet. Prandaj njeriu do të thonë që jep fe, një, duhet ta di mirë fen, dy, duhet të jetë i logjikshëm, duhet të jetë i pjekur dhe duhet të jetojë me këmbë në tokë.